Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ajo hëngri një thelpi hudhër çdo mëngjes esëll dhe u habit me rezultatin. Nga menaxhimi i diabetit tek ndihma për humbjen e peshës, hudhra mund t'i bëjë të gjitha, por cila është koha e duhur për të shtuar këtë në dietën tonë? Si duhet ta konsumojmë për të marrë përfitimet më të mira shëndetësore? Hudhra i përket familjes Allium, ku bëjnë pjesë edhe qepët. Perimet me bulboz përdoren gjerësisht për t'i dhënë shije ushqimit. Është një nga aromatizuesit e përdorur gjerësisht në kuzhinë. Hudhra gjithashtu funksionon shumë mirë edhe për ata të cilët vuajnë nga imuniteti i dobët. Kur konsumohet me stomakun bosh, funksionon si magji për ata të cilët ftohen lehtë. Ai rrit imunitetin e trupit ndaj virusit që shkakton ftohjen dhe kollën. Kur konsumohet me stomakun bosh, hudhra mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit të zorrëve. Ajo lehtëson problemet si kapslloku dhe njëkohësisht mund të ndihmojë edhe me dhimbjet e stomakut. Hudhra mundet edhe të rrisë qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit tuaj. Hudhra vjen e mbushur me përfitime të shumta shëndetësore, disa prej të cilave ju do t'i gjeni në këtë video. Antioksidant. E mbushur me veti antioksiduese, hudhra është e mrekullueshme, sidomos kur bëhet fjalë për trajtimin e inflamacionit. Hudhra përmban antioksidant natyral që mund të heqin speciet reaktive të oksigjenit dhe të reduktojë peroksidet e lipideve dhe oksidimin e lipoproteinave me densitet të ulët. Kjo është arsyeja pse personave të cilët vuajnë nga infeksionet të fytit të ftohtit dhe gjithashtu të sëmundjeve të tjera shkaktohen nga inflamacioni i organeve, prandaj ju sugjerohet gjithashtu përdorimi i hudhrës. Ndihmon në luftimin e kolesterolit. Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra është zgjidhja. Shtoheni atë në dietën tuaj të përditshme dhe shikoni magjinë. Hudhra dihet se ka veti që mund të ulin kolesterolin dhe gjithashtu ndihmon në menaxhimin e presionit të lartë të gjakut. Një tjetër përfitim tek shtimi i hudhrës në dietën tuaj është se ajo mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut. Në një studim, ekspertët gjithashtu kanë treguar se ekstrakti i hudhrës është po aq efektiv sa ilaçet të cilat përdoren në uljen e presionit të lartë të gjakut. Hudhra lufton gjithashtu të ftohtin e zakonshëm. Një ilaç i shkëlqyeshëm për të luftuar të ftohtin dhe kollën është pikërisht ngrënia e hudhrës. Hudhra dihet se rrit gjithashtu sistemin imunitar, duke rritur kështu edhe luftën e trupit kundër komplikimeve të cilat janë të shkaktuara nga ftohja. Më pak kalori. Ushqimet me pak kalori janë njëkohësisht zgjedhja e parë e kujdo që merret me menaxhimin e shëndetit. Kur bëhet fjalë për hudhrën, një thelpi rreth 3 gram hudhër të papërpunuar përmban 4.5 kalori, 0.2 gram proteina dhe 1 gram karbohidrate. Ndërkohë, ju duhet të dini se shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme edhe për mirëqenien tuaj. Prandaj ne këtu do t'ju tregojmë arsyet se pse duhet që të hani hudhra. Mban në dhëmbët e shëndetshëm. Ulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim natyral alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Veti antiplakje. Sipas ulumtimeve,
Hudhrat janë efektive kundër plagjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë e shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, menjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë të gjitha qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë bëhet më e butë dhe truri ynë bëhet më i ngadalt. Ndërkohë, kjo është pasojë e stresit oksidativ. Në këtë rast, hudhra mundet që të jetë një shtesë e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak, të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plagjes. Hudhra ju bën juve më të rreqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por është e vërtet. Sigurisht të gjithë ne e dimë efektin që hudhra ka në erën e frymëmarrjes sonë, por a e dini se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet nga viti 2016 kanë treguar se ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes i përshkruan aromat e njerëzve të cilët kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe njëkohësisht më tërheqëse. Kjo mund të jetë për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës. Bakteret të cilat shkaktojnë erën e keqe të djersës do të zvogëlohen në momentin kur ju hani hudhra. Sipas ekspertëve, duhet të jeni të vetëdijshëm sepse kjo funksionon më mirë kur ju hani hudhër një ditë para takimit tuaj. Hudhra e freskët gjithashtu e forcon sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribojë në shëndetin ton është e ditur prej kohësh. Hudhra ka qenë e njohur për shekuj me radhë, e cila ka veti të veprojë kundër baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Për forcimin e sistemit tuaj imunitar, duhet që të hani hudhrën të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por me gatimin e saj, ju do të humbisni shumicën ndërmuese të alicinës. Hudhra ul presionin e lartë të gjakut. Sipas informacioneve, hudhra është një nga produktet të cilat ulin presionin e lartë të gjakut dhe studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht, nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të niveleve të kolesterolit, gjithmonë duhet që të merrni me patjetër këshillën e një specialisti mjekësor. Hudhra mundet gjithashtu që të ndikojë edhe në rezultatin në tërësi, por kjo nuk do të thotë se ju shëron. Gjithashtu, sipas kërkimeve shkencore, hudhra mundet që të ulë nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%. Ajo forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe gjithashtu toksinat të cilat dëmtojnë organizmin, stimulon edhe prodhimin e lëngut gastrik dhe rregullon funksionimin e pankreasit dhe përmirëson oreksin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.